Profesor, si jeni? Përshëndetje. Mirë, Si ja kaloni? mirë, si keni qenë? Po mirë, po vajtojmë pak për fatet e Shqipërisë, se për të gëzuar nuk gjej dot ndonjë arsye për të gëzuar. Ç'është e vërteta, a kupton? Është e vërtetë ajo që nuk e ngarotullohesh për të fati i Shqipërisë, kështu që është ai problemi që shtetësinë e merr, ndërsa kombësia është stamp mbas shpinit, si në certifikat. Kështu edhe kjo punë që nuk ta ndron njeri dhe edhe ta shash, edhe ta mburësh, duhet të kesh një lloj filozofie të së drejtës aty. A ke të drejtë ti që ta shash, a ke të drejtë ti që ta mburësh, a ke... Prandaj, duke qenë se gjithë një pjesë e saj, duhet të kemi atë momentin tonë oportun që të themi të vërtetën. Po jo të punon shumica absolute, të punoj tmerrsisht për ta fikur të vërtetën. Është për të shëbitur, por është pjesë e të vërtetës kjo. Dhe duhet pranuar edhe një tjetër që nuk ka fare interes për sa i përket problemit, jo aspektit kombëtar, dhe datave apo këtyre elemente, por totalisht për çdo gjë. Merret si e mirëqen ajo pjesë e historisë bërë ashtu siç i ka dashur sundojësit, dhe të gjithë e marrin të mirëqen atë duke të bërë edhe karshillëk dhe të thonë jemi shumica. Pra, jemi apo si jemi tek ajo pjesa e gëtes kur thotë që problemi i shumicës thotë po gënjehet për shkolla, thotë po thuhen të pavërteta në universitete kudo. Dhe kjo na të pasurit pozitat komode se që kemi shumicë në anën tonë. E vërteta nuk pranon shumicë. E vërteta është e vërtetë. Spinoza i Gjorë thotë që nuk duhet thotë që të vërtetën ta gjejmë aty te stroku e saj pa pasur si mburoj faktin dhe si usht argumentin. Dhe mos u habisi, thotë, në fund fare, kur ta e gjeni, thotë, të ketë një tjetër pamje nga ajo që ju e përfityroni. Të më fali, doktori. Jo, s'ka asnjë lloj problemi, është kënaqësi për neve. Profesor, t'ju bëj një pyetje. Juve keni eksperiencë jetore të mjaftueshme që ti shikoni këto metamorfozat e shoqërisë apo mentalitetit shqiptar. T'ju pyes kot është permisuar apo është përkeqësuar, është pyetje retorike, se të gjithë e dim që është me kurb ulse. Problemi është çfarë ndodhi sipas këndvështrimit tuaj që të mundemi të ndërhyjmë me ndërhyrje kirurgjikale për të riparuar sa më shumë nga kanceri që na ka kapur. Nuk e di se është doktori aty dhe nuk duhet i futem në pjesë, por për mendimin tim, gjithmonë secondo me thonë italianët e Gjorë, për mendimin tim, në qoftë se një njeri ka shpëtuar nga sistemi totalitar, nga propaganda, nga gjithçka që punohej me kapacitet të plot, përbën një mrekulli, ka shpëtuar normal. Pra, është shumë e vështirë, sepse gjithmonë ata që kanë humbur parajsën punojnë dit natë për ta rifituar atë. Edhe ka dalë dhe ajo pjesa që ta e quajnë demokracinë gjyqënore të ardhur nga planeti Mars, ku shplenë demokracisë zgjohet në diktaturë. Po këtu ishim, do thotë ai. Mirë, po pikërisht ai gjumi ta bëj. Prandaj dua të them që nuk e kemi atë kapacitet, që të jemi çik sinqert me vetë. Nuk e kemi atë lartësi mendimi dhe nuk e kemi atë filozofi jete që të mund të themi që a mund të rregullojmë këtë apo jo. Unë jam i mendimit që kjo gjë, përveç se nuk ka sy për qabe të populli Gjorë, të rregullohet, kjo po prishet domethënë me të gjitha mundësitë dhe mënyrat. Problemi që ne kishim, unë do të bëj një paralelizëm, nuk lejohen, por unë do ta bëj këtë gjë që Gjermania për 5 vjet ndërtoi veten.
për 3 vjet ajo ndërtoi industrinë dhe në vitin 1953 kur po fitonte dhe kampionatin botëror, doli e para në botë natyrisht pas SBA-s. Në qoftë se ne me 35 vjet ne që kemi po përsëri në pikën e nisjes, sepse zhvillim nuk janë automobilët, nuk janë. Të kuptoj. Zhvillim, por është mendimi pjesa e progresit. Dhe në qoftë se ne nuk kemi një mendim të ri, duhet ta harrojmë që progresin, duke e pasur aty pranë, të mos e përqafojmë. Në qoftë se do t'i kthesh asaj pjese që profesori, që doktori tha, për sa i përket problemit shqiptarëve, të cilët ishin integruar brenda perandorisë otomane, unë do të nxirja një tjetër konkluzion. Problemi i tyre ishte sepse kulturën e kishin shkatëruar me vetdije ata. Cila ishte vetdija? Në qoftë se do ta marrin për marrëveshje fjalë. 2 shtyllat që mbajnë kulturën e një kombi janë gjua dhe feja. Në qoftë se ne, për shkakun e këtyre dhëmbëve të fqinjve, të hienave që na rinim në të 2 anët, pranuam të integroheshin brenda perandorisë osmane dhe jemi vendi i parë në Ballkan që morëm fen, nuk duhet harruar deri te 1614 kur vihet apo 1628 kur ka qenë Mustafa Pashi Prilliu, i cili është bërë 5 herë kryeminist perandorak, kishim arritur me shumë mundim si fe urbane të kishim arritur deri në 20%, 18-20%. Me të kaluar Mustafa Pashi Prilliu dhe për një dekret në cilin kalonin si privilegje marrja e fes, do të shikojmë që u kthye tabloja kokpost. 80% islam, brenda një arku por të vogël, dhe 20% pjesa tjetër që në fundit ishin në një ndikim tjetër. Prandaj them se pra nuk u kthye me dhunë. Nuk u konvertu me dhunë. U konvertua me blerje e shitblerje. Unë do të perifrazoja një e ka thënë. Është rënd kjo profesor që thatë. I cili thot që të më ndjej thot Perëndia se është natë tani, duket po shkruan dhe natën ai, por e kemi prishur ne perandorinë dhe jo ata ne. Dhe e sjell aty ai gjithmonë me atë gjuhën e tij, thot se problemi i integrimit tek ne ishte ai që ne nuk lëvizim nga ideja jonë dhe filloni bënin për vete lagje të tëra. Për shembull, brenda në Stamboll, shqiptarët që integroheshin apo shkonin atje nuk i pranonin, sepse duhesh jo kosta, siç tu në mes Milano sot nuk vete dot, është shumë e lartë kostoja e banesës e gjithçkaje. Po shkon New York. Provo New Yorkun që është perandoria osmane e kohës moderne, a kupton? Dhe jeton dot apo se jeton dot? Sot janë bërë me të zona atraksione turistike, gjithë ato pjesë të Marmaras, por ato u dhanë shqiptarëve. Dhe shqiptarët, në qoftë se do të ishte e vërtet ajo integrimi brenda religionit islam, do të ishte në të tërë treguesit. Ndërsa ky zotnia tregon në kujtimet e tij, thot, ka qenë ushtarak në Stamboll ky, dhe thot, në lagjet e shqiptarëve, Arnautluk, duheshin nuk bënte kali udhë, thot, por edhe të rifrazoj, sepse, thot, ata në kundërshtim me pjesën tjetër, edhe nga nevoja, ata nuk hanin mish, merrnin të përbrësmet, pra të brëndshmet, dhe mbize gjithë lagja erthot, sa që nuk bënte kali udhë, do me thënë, kjo ishte një gjë që të hapiste. Pra, qofshin të kushtëzuar, qofshin të pa kushtëzuar, numrin 39 kryeministra perandorak, dhe të mos harrojmë janë emra 39, sepse vetë Mustafa Pashi Prilliu që morëm në shembull, është se shqiptar, është 5 herë kryeministër. Por plotson 44-shin. Se 44 herë kanë qenë kryevezir shqiptar. Unë në ulumtimet e mia kam gjetur një element për shembull që është pak i turpshëm. I pari
kryeministre perandorak është i vitit 1000 është i vitit 1412. Dhe ky është Bayezid Pasha. Natyrisht është diku në Beratin duket. Dhe ky është pjesa e ekzekutivit i cili vendosi që jo vetëm princit Arbër dhe jo vetëm të principatës së Matit, por dhe princëve të tjerë, të etnive të tjera, të popujve të tjerë, të principatave të Ballkanit, u morën fëmijët peng, siç u morë dhe heroi jon, apo jo? U morën 4 djemtë e atia, Stanishve poshtë Konstantin edhe Gjergji, e Mera dhe Serbun janë marrë në Adrianopol, se të ishin në Adrianopol. Për të ditë, në vitin 1414, ku takon Marja Peng, heroi, është kryeministri shqiptar. Domethënë në marrjen peng të Gjergj Kastriotit 9 vjeç e ka bërë kryeveziri me origjinë shqiptare. Prandaj dua të them që problemi i integrimit mua personalisht më çudit. Sepse sklavopronarët më të mëdhenj ishin afrikanët. Mua një pyetje që unë kisha për profesorin, më duket interesante edhe për gjusit, sepse ai përmendi atë fjalën Arnautlëk. Po, Arnautlëk, po. Neve turqit na quajnë Arnautë, po. Edhe osmanët e asaj kohe. Në Greqi kemi Arvanitas, Arnaut, Arvanitas, Albanezi, Arbëresh, Arvareshu në Sardenj, Raban, Albanski, Albanian. Tani unë kam vetëm një pyetje që historianët tanë nuk e thonë, edhe kur i ngacmon nuk kanë kurajën ta përmendin. Unë kam lexuar, kam edhe informacione për se si ne ndruam emrin. Po një pyetje më duket shumë legjitime. Në qoftë se neve e kemi patur emrin kombëtar Arbër me gjithë to nuanca të tjera, Arnaut, Arvanitas, Arbëresh, etj. Albane, të tjera. Tani, çfarë shëmtie, çfarë gabimi kishim bërë neve që ndronim këtë emër hyjnar? Dhe çdo të thot ky emër shqiptar? Dhe domethënë kur u ndrua? Po, shumë e bukur si pyetje. As historiografia shqiptare e kap me nuanca. Tani dalin turqit dhe tha profesori që ka lagje të tëra me shqiptar. Tani profesori i thot shqiptar, ata i thon Arnaut. Po pse nuk i thon shqiptar ata? Ose pse neve duhet i themi shqiptar? Çfarë do të thot? Ku e ka bazën etimologjike, historike dhe çdo të thot? Ky lloj emërtimi. Dhe ne ngatrohemi me disa gjëra. Neve sigurisht edhe unë jam i tezës që gjua jonë është nga gjuhët më të vjetra të njerëzimit. Tani në qoftë se o neve jemi një komb i vjetër me një gjuhë të vjetër dhe ruajmë identitetin e tij, pra në qoftë se si puna e grekërve. Që edhe emri grek është shumë i vonët. Por një popull antik me një civilizim antik, me gjuhën e tyre, e konverguar në shpeshherë me arbërishtën antike, pellazgjishtën. Tani ata e ruajnë emrin e tyre, sepse është një emër që vjen nga antikiteti, është identifikues. Neve pse e ndruam? Pse e ndruam? Se shqiptar me arbër s'ka lidhje. S'ka lidhje. Atëherë, historianët shqiptar, unë jam dakord ta mbajmë, të vazhdoj dhe emrin shqiptar se u bë 100 vjet pavarësi. Por në momentin kur ti lufton nga pikpamja demagogjike, propagandistike me kombet e tjerë që të rrethojnë, dhe ti thua, unë jam kombi më i vjetër i Ballkanit, dhe nuk i ruan as emrin atij kombit, ke lëshuar armën më të fortë që ke në dorë. Por të paktën, edhe
pse mund të kenë ndodhur për rrethana caktuara historike, gjeostrategjike, kombëtare, më the thash, i duhet shpjeguar. Dhe vërteta, duhet dalin në sipërfaqe. Ka ndonjë paraprakisht duhet thosha që nuk është vetëm varianti ynë ky, sepse ka shumë kombe i thon Maxhar vetes, ata të tjerë t'i quajnë hungarez, helenët t'i quajnë grek, pasi vajti Roma e merat. Por problemi shqiptar është disi më ndryshe. Po të shikosh në retrospektiv shqiptarët, në natyra e tyre vinë dembel dhe nuk e rrohin risin. Nuk para e kanë. Shiko me kujdes, për shembull, në vitin 1964 është ndëruar moneda. Edhe sot flitet me e vjetra dhe e reja. Një çift turistësh italian nuk kishin të qartë buka kur po i thosh ajo 500 dhe ata kishin 50 do. Pra duhet kuptuar kjo gjë. Edhe te kjo problemi i listis, problemi të emrit i thoni etimologjisë, edhe ka këto të veta. Shikoni me kujdes, se gjithë toponimet në teritoret shqiptare janë toponimet serbe me vic, Droshovic, Kosovic, Vodic. Slave, jo slave. Janë bulgare, të Ivani Bulgare. Pestrov, Penkov. Se ta 1.000 vjet nuk u kujtuan që ta ndryshonin. Atëre nevojë për paralelizëm ka. Enver Hoxha në vitet 50 vetëm pse disa nga ata naftëtarët, inxhinierët e naftës shkuan në Kuçov, edhe ky toponim slav, shkuan aty, a bëri qyteti Stalin dhe e shequr në vitin 1991. Edhe kur dilte te koha qyteti Stalin, autobusi, qyteti. Pra duhet kuptuar kjo që problemi shqiptarëve është problem specifik. Dhe problem i vendosjes së gjuhës ai gjendet pa shkaqe në burimet gjithmonë osmane, por sidomos në ato të Vatikanit për sa i përket problemit të veriut, i cili ishte i lidhur me të për shkaqet e religionit. Por problemi na ka kushtuar shumë shtrejt, problemi i religionit. Mos harrojmë. Ne kemi kërkuar për shumë ju mbase nuk e dini, në vitin 1878 kur mbaroi lufta ruso-osmane dhe humbi perandoria osmane, atëherë çfarë ndodhi? Të gjithë në kërkesën e tyre në Shën Stefan, Jeshilqoj, i quhet ajo vendi i traktatit, u kërkua që të gjithë vendet të dilnin nga perandoria. Perandoria e quhet të Mirqion, dhe ne që i kishim shkatëruar të dyja këto kolona që mbajnë tempullin me emrin kulturë, që ne na duket sikur është ndonjë luftë, sepse ajo është domosdoshmëri ekzistente. Ne ishim në mëshirë të fatit në një urkry. Atëherë ç'ndodh? Gjëja e parë ne kërkojmë që të dalim nga perandoria, kërkojmë pavarësi. S'është kërkuar tani pavarësi, është kërkuar për herë të parë në vitin 1878. Dhe me të shpejt ne kërkojmë pavarësinë, shumë me komplikuar kjo, duke u drejtuar grekëve që u kemi bërë revolucionin. Revolucioni u bën albanitas për atyre, ose shqiptarët që është në diskutim, doktori. Për këtë arsye u diskutuan përgjigje. Po pra, po përgjigjen. Profesor, përgjigjen. Tani profesori bëri një pyetje, doktori bëri një pyetje shumë drejt për drejt. Mos është një pështjellim, një tërheqje e vëmendje, një tërheqje nga identiteti ose një shtrembërim i identitetit, fakti që shqiptari me arbërorin nuk historikisht, të pakën historiografin ton, nuk mund t'i lidhësh dot me njëri tjetrin. Sepse unë di që arbrit kanë qenë nën sundimin osman. Shqiptarët ishin populli i krijuar pas 1913-s, avokat Goxha përpara. Nuk ishte identiteti shqiptar. Qa identitet shqiptar kishte? Identiteti shqiptar për herë të parë në mënyrë të shkruar e ka bërë një paraardhësi, Thimi Mitko në Bukuresht, i cili shkruan për herë të parë një volum poetik të quajtur Bleta shqiptare. Dhe
në parathënien e këtij volumi poetik, ai referohet një kronike romake të Republikës Romake në kohën e betejave të Tarantos, ku sipas saj kronike, një ushtar romak i plagosur në këto beteja i raporton senatit të Romës që një strateg i ardhur nga Epiri me përkrenare me brirët e dhis, ju thoshte ushtarëve të vet, suluni o skyptari. Në të vërtet, kjo kronik nuk është gjetur kur dhe me siguri është një sajes e atij grupimi njerëzish të cilët mbas dështimit të revolucionit Arvanitas të vetmen mënyrë që për të krijuar një komb dhe një kohezion kombëtar, i cili nuk mund të krijojë në emrin Arbër. Në emrin Arbër nuk mund të krijojë dot, sepse popullatat, siç tha dhe profesori, të cilat me dëshirë u shitën dhe u blen, nuk mund ta pranonin. Arbrit ishin të damkosur nga kalifi i Istanbulit. Kështu që nuk mund të ekzistonte si nocion. Atëherë, për mbijetesë kaluan në një projekt të ri dhe rilindja kombëtare në të vërtet këtu e ka vlerën e saj të madhe. Rilindja kombëtare nuk ishte një inspirim i brendshëm, por ishte një konsekuencë e asaj që ishte megaloidea e kishës greke. Në momentin kur revolucioni Arvanitas dështoi dhe kisha greke prodhoi megaloiden që nga filozofi u kthye në ideologji që kush i lutet Zotit greqisht është grek, atëherë njerëz të edukuar, të shkolluar, të civilizuar, kryesisht nga zonat juglindore dhe nga diaspora jonë në Bukuresht, këta prodhuan këto koncepte, ide inovative për një komb me emër të ri, etj. Nuk është se ja dhanë ata emrin po përdorej. Unë i kujtoj profesorit t'i referohet, tani s'më takon mua, unë po ju bëj një ofertë historianëve të ndershëm që thonë të vërtetën, por t'i referohen atij që është kuvendi i dytë i Arbrit në Mezhë të Lezhës, viti 1703, ku u iniciua mbasi Papa Klementi XI apo Papa Albani, mbasi kishte shkruar veprën e tij të madhe Illyricum Sacrum, por do organizonte një pavarësi të Arbrit në atë kohë dhe u organizua pikërisht ky kuvend ku përdoret për herë të parë ky term i ri i cili më vonë u bazuan rilindasit për t'i dhënë emrin e këtij kombi të ri, kombi është ai që është, po emërtimi kombi krijuar Rishtaze, i cili të ishte gjithëpërfshirës me të gjitha popullatat me fe të ndryshme. Prandaj dhe është shpreha, feja e shqiptarit nuk është shqiptaria, po jo Arbrit. Se ekziston feja e Arbrit. Qartë. Ja të hap një parantezë për sa i përket vetë Arbrit. Vetë Arbrit ka qenë Arbanoni, apo jo, tek dihet ajo tek kufit që ishte dhe është për herë të parë që është shfaqur populli Roma. Në shekullin e dytë nga dinastia Ptolemease. Por që erdhën deri tek pjesa e rilindjes europiane, që do ta quajmë këtë, kjo nuk është merit e pjesa juglindore ka pjesë e vet, por për mua është pjesa katolike ajo që e ka vendosur këtë gjë. Ajo ishte e lidhur në Alashi, ka qenë Papa Klementi, dhe ajo ka qenë e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë për Romë. Dhe sot e kësaj dite koncepti në Itali është paese delle Aquile. Kështu i thonë Shqipërisë ata në mënyrën më të drejtë për drejtë. I thonë nga koha Andreotit. I thonë nga koha Andreotit, profesor. Nga koha Andreotit. Por dua të them që kur i dhuruam kurorën me ata malsorët që shkuan në Rom, që i dhuan kurorën, edhe ai u quajt Vittoria Emanuele
mbreti i Italisë dhe perandori i Albanisë dhe Etiopisë. Pra, kjo Paese delle Aquile është kur neve fillum e quanim Shqipëri, tham Shqipëri ishte afër me emrin Shqipe, na pëlqente, etj. Sa Shqipja, flamuri me shqiponj, është aq i vjetër sa gjithë njerëzimi. Me një shqiponja kanë patur romakët, që ishin çdo legjon kishte shqiponjën e vet, shqiponjën me dy kokë e kishte Bizanti. Edhe tek ne ka dy shqiponja, që të jemi të sinqertë tash. Jo, shqiponj me dy kokë. Me dy koka, me tre koka, jo, është dy shqiponja. Me dy koka. Si janë dy shqiponja se dy krakan. Me dy koka, me tre koka, me 10 koka janë, si ta themon, mostrat. Atere. E po është një trup është ai. Një trup, po. Jo. Po, kur e mendon, po, kur e mendon. Mirë. Kur e a janë dy shqiponja? Ti thua dy shqiponja, janë mbledhur bashkë. Janë dy. Por duke qenë se ne zgjodhëm është një. E lezetshme isha, s'm kisha vajt menja. Shkab, që është e zezë, nuk duken ato me njëra tjetër. Dhe detyrisht problemi i asaj u mor sikur është marrë totalisht nga Bizanti. Megjithatë, po ta shikojmë me kujdes, problemi që ne kemi marrë nga heroj. Po të lexosh me kujdes, për shembull Marin Barletin, kur thot aty ishte një shqipe që rinte mbi kry me krahën nder. Nder ajo nuk e kishte shkruar të ndarë, kishte shkruar rresh. Në përkthimi që ishte bërë në gjysmën e dytë të shekullit 19, ishte vënë një apostrof. Nder, një apostrof, dhe doli nder, pra me krahë që janë dhe shqiponjat e Bizantit, që nga rusit gjermane, të gjitha që ju i din serbe me rast. Prandaj, ndryshimi midis asaj çka ishte si referencë dhe kësaj që u ndërtua, ka shumë vetë që thonë kjo është me bukur e tjera, por ishte ky një gabimi të vogël ortografik atje. Të gjitha familjet aristokratike kanë shqiponjën dy krenare. Me Muzaka e me Aranitas. Aranitas kanë më duket shqiponjën e bardhë në sfond blu. Shqiponja dy krenare është një simbol i vjetër sa gjithë njerëzimi. E fillon shqiponja e Zeusit që i çonte ai mëlçin Prometeut, është në mitologji. Dhe po në mitologji Zeusi një ditë vendos që të zbuloj se ku është qendra e tokës, e planetit. Dhe lëshon dy shqiponja dhe këto dy shqiponja bashkohen bashkë në Dodon. E thot mitologjia. Nuk është dhe se absurditeti këtu në vendin ton është gjëja dikë edhe në Kalan, në derën e Kalanës si i Marës është shqiponja dy krenare. Edhe thot ishin ca minoritar, s'kisha ardhur në Shqipëri, po isha për pushime në atë periudhë. Po mu duk një absurditet i madh që minoritarët grek të i Marës, që e quajnë vetëm minoritar, pastaj janë çështje tjetër, kishin shkuar dhe donin shkatronin të shqipojnë dy krenare. Ndërkohë që po të shkosh 100 kilometra më tutje, në Prevez, apo në park, i ke kishat ortodokse të atyre vendeve që janë greke, me shqiponjën dy krenare të gdhëndur në drurin ikonostas dhe në tapetin ku ecin. Ai simbol i tyre, po ai sa ioni është. Kjo është e vërteta. I ftoi, shkoni, filmoni këto kisha. Profesor, vetëm një minutë të fundit të lutem, që t'ja kalojmë goxhajt, se do na vi dhe një profesor tjetër. Lutem. Problemi i shqiponjës së marrë nga grekët është tek momenti kur nuk thash që është marrë nga grekët. Është e jona. Gjithë trashëgimin, grekët shqiponjën me dy. Ajo është momenti që ata kërkojnë të marrin trashëgimin bizantine.
është momenti i fundit të shekullit të 19, fillimit të shekullit 20 edhe më tej. Dhe ky është i gjithë problemi. Ndërsa ajo që është e vjetër sa bota nuk bëhet fjalë, te Plutarku në jetët paralele ai e shpjegon fare qartë problemin e Tiros e Epirit që u thot këtyre, në qoftë se ju i thoshi shqiponja dhe mbas do bete, qoftë se ju jeni shqiponj, jam unë shqiponj, ju i krahët e mi. U thosh luftëtarëve vetë, sepse megjithatë po jepi të drejtën. Profesor, të falenderoj se do vi një tjetër, i ftuar në podcast bashkë me mikun ton Cagranin, të përqafoj shumë dhe të uroj sa më shumë shëndet. Respekte. Gjithë të mirat. Qoftë mirupafshi. Mirupafshi.